Pas rrëmbimit të Enver Stafukës, një tjetër i dyshuar për lidhje me vrasjen e kryekomisar Dritan Lamajt, bëhet shënjestër e një atentati me eksploziv. Kentian Bejtjaj mbeti i plagosur mëngjesin e kësaj të hëne në Nikël të Krujës, pasi makina e tij tip Tuareg shpërtheu si pasojë e vendosjes së një sasie eksplozivi. Sipas policisë, Bejtjaj ka marrë dëmtime të lehta dhe është jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht ai ndodhet në spitalin e traumës. Nga hetimet e para rezulton se eksplozivi ishte montuar në pjesën e poshtme të makinës dhe shpërtheu teksa automjeti ishte në ecje. Për shkak të sasisë së vogël, sipas policisë, autorët nuk kanë pasur si qëllim eliminimin fizik të tij, por vetëm paralajmërimin. Kentian Bejtjaj nuk është i panjohur për drejtsinë shqiptare. Ai bashkë me Enver Stafukën u arrestuan në vitin 2013, pak ditë pas vrasjes së kryekomisar Lamajt, si autor të dyshuar të vjedhjes së një automjeti tip BMW që u përdor në krim. Pas një maratone të gjatë gjyqësore, të dy morën pafajësinë për krimin. Prej kohësh Enver Stafukaj rezulton i zhdukur pasi u rrëmbye nga persona të veshur si polic, ndërsa Bejtjaj, pak orë pas lirimit, përfundoi sërish në pranga pasi në banesë u gjet një snajper. Ky e çoi sërish në dyert e gjykatës, këtë herë për armbajtje pa leje. Kohët e fundit ai ishte liruar nga burgu, ku dhe u bë objekti një atentati me eksploziv.